apo jo? Pikërisht bëhet fjalë për zonën e quajtur në Bishaj, pra ku ka prekur edhe një pjesë të autostradës, ka qenë një prezencë e policisë rrugore dhe policisë së shtetit që ka devijuar në fakt një pjesë të kërkësisë ngadalësimit, pra për sa i përket edhe shmanges së ndonjë incidenti të mundshëm, megjithëse autostrada është e kalueshme, pra, por të paktën sipas autoriteteve nga ana e policisë, kjo ndërhyrje është bërë në mënyrë që tulet edhe pak ritmi i shpejtësisë në autostradë në mënyrë që mos të kemi ndonjë aksident tek pjesa ku është prekur nga ujë. Në fakt në zonën ku u ndodhem aktualisht tek Uremi Folit vijon që situata të jetë kritike. Në pak qaste më parë ka mundur të bisedoj me disa nga personat përgjegjës për emergjencat civile, në fakt nga matjet që janë barë, ka pasur një rënje të vogël të nivelit të ujit, por rikuperohet me kalimin e kohës, pra kemi një pjesë të rënjes, ndërsa më pas me prurjet vijon që niveli të rritet. Të paktën shpresat janë tek ndërprerja e rreshjeve në pjesën e Memalie, Tepelenës apo qoftë edhe Gjirokastrës, në shtratin, pra në gjithë shtratin që vjen lumi Vjosa, në mënyrë që të reflektohen edhe prurjet pikërisht në zonën e Fierit, por e të Vlorës, tek Uremi Folit ku ndodhem aktualisht, e cila pra ure vjetër që shërben për banorët e kësaj zone për të lidhur me fshatat e tjerë të qytetit të Fierit dhe për të kaluar edhe lumin në këmbë, është totalisht e mbuluar nga ujë, ka në fakt edhe një rrjedh të madhe, përveç shtimit pra të nivelit të ujë që i ka kaluar 9 metra, ka një rrjedh të rrëmbyeshme, çka bën që të gërryhet edhe argjinaturat e vendosura pranë urës së Mifolit, por edhe zonave fshatrave përreth. Pas krave të mi ndodhen edhe ekuipazhet e emergjencave civile, janë disa gomone të pozicionuara në rast nevoje nëse do të kemi një shtim gjatë natës. Ti po thua që ka akoma banorë cilët nuk janë evakuar me gjithë urdhrin që u dha sot mëngjes? Ka një pjesë të banorëve të cilët nuk kanë pranuar që të largohen pasi nuk është prekur nga ujë, por sigurisht rrezikohen për shkak se argjinatura nga momenti në moment mund edhe të kalojë një pjesë e ujit, pavarësisht se kemi një ekskavator që po punon vazhdimisht dhe kemi parë të paktën 3 apo 4 kamione që kanë hedhur inerte për ta përforcuar, dhe pjesa ku ndodhem aktualisht fillon direkt me banesa, por edhe me biznese, dhe vetëm pak metra pas krave të mi, ku ndodhet edhe pjesa e shiritit të policisë, ku ndodhet edhe ure vjetër e Mifolit, ndodhet edhe rrjedha e furishme e lumit Vjosa që si duket po merr vijon që të marrë terren dhe mund të përfundojë deri në çarjen e kësaj argjinature, pavarësisht se deri në këtë moment një gjë e tillë nuk ka ndodhur, qoftë për faktin e përforcimit të kësaj argjinature, por si duket ka shfryrë në fshatrat e tjerë përreth që ndodhen që në Ferras apo edhe zonat të tjera pranë autostradës ku kemi pasur daljen pra dhe prekjen e autostradës nga ujë, dhe deri në këtë momente pra shqetësimi kryesor është nëse do të mbaj apo jo argjinatura brenda shtratit dhe mosdaljes, pra pavarësisht se ditën e djeshme ne kemi raportuar disa metra shumë pranë edhe buzës këmbës së urës së Mifolit, ndërsa sot jemi detyruar që të zhvendosemi qoftë për faktin se uji ka marrë disa metra nga vendi ku ne ndodheshim një mbrëmjen e të kaluar, pra ndërsa tashmë edhe qoftë edhe për shiritin e policisë që është vënë si një zonë sigurie, pasi uji ka vëshuar vetëm pak metra larg mureve rrethueseve të banesave që janë në zonën ku ndodhem aktualisht. Okej, Ervin, falenderoj, ti përmende fshatin Ferras, aty ku ka patur në afërsitë saj një çarje të një argjinature dhe ku duket se mund të jetë ka filluar dhe evakuimi dhe ku duket se mund të jetë dhe vëmendja e ekspostimit krizës. Lidhemi më njëherë me Ferrasin ku po flasim për përfaqësuesit e qeverisë. Kështu që besoj në orët në vijim, rënja e nivelit të ujrave do të ndihet. Sapo na erdhi një informacion nga Kashishti, pra nga pjesa e sipërme e Vjosës, në fshatrat e sipër, niveli ka filluar të bjerë ndjeshëm. Rreth 15 cm. Vetëm në një orë kemi rreth 15 cm rënje. Kështu që besoj në 4-5 orët e ardhshme, mendojmë, filloj do të pasqyrohet rënja e nivelit edhe këtu. Ndërkohë lidhemi me Ferrasin ku gjendet aty e dërguar ajo Blona Prengza, e cila ka ndjekur zhvillimet në këtë zonë ku ka patur dhe një pjesë të evakuimeve, si thash pak më herët, këtu është çar një argjinatur e cila temi mund të rrezikoj edhe këtë zonë. Në fakt le ndjekim kronikën e saj përpara, pra këtë zonë të Ferrasit ku Vjosa, në fakt është kthyer feri i Ferrasit. Ndjekim kronikën.
Pas meje ndodhet aksi rrugor Fier Vlorë sot i pakalueshëm. Uji që ka dalë nga shtrati i lumit Vjosa ka mbuluar rrugën, duke e kthyer këtë segment në një pikë bllokimi. Prurjet e larta të lumit Vjosa vijojnë të mbajnë në anë banorët e zonës. Evakuimet ka nisur menjëherë, ndërsa ka ende banorë të cilët nuk pranojnë të largohen përpos rrezikut. Në një nga rastet e evakuimit ka asistuar edhe miku i zonës, i cili ka arritur të binë një 71 vjeçar të sëmur me kancer për të lënë banesën e tij. Ishte shumë e vështirë se pacienti është i smur rënd, është i smur kronik, i diagnostikuar me ca. Kishte mendimin se mund të kishte jetë më të shkurtër, i mbushë mendjen me familjarët që ta transportoj tek familjarët e tjerë. Tani kemi arritur në kontradiktën se do të transportohet në kushte më të mira, por do të mbushë mendjen deri në fund. Po familjarët e tjerë kanë pranuar që edhe ata do vinë mbas nesh. Të dy çunat dhe bashkëshortet. Me rritjen e prezencës së ujit rrezikojnë dhe banesat ende të paprekura, ndaj banorët po evakuohen. Faktike nëna erdhi lumi tek shtëpia tani, po në realitet brenda nuk na hyri, por rrezikuam tani brenda tek kuzhina aty, por na filloi që po mirë të lagështi ujit brenda. Dhe u detyruam bëmë evakuimin për të dalë. Siç na erdhën atje që na nxorën dhe tani shpresojmë tani. Ku do akomodonin? Unë do akomodohem këtu te Dajva këtu, kam Dajva këtu në Ferras këtu. Situata po vështirësohet me rënjën e natës dhe kushtet atmosferike jo të favorshme. Evakuimet vijojnë dhe forcat e emergjencave civile po punojnë me kapacitet të shtuar. Në zonën e Ferrasit niveli i ujit ka arritur pranë kufirit maksimal të argjinaturës. Mi lidhemi me Bleonën e cila ndodhet pikërisht në Ferras me mbroma. Bleona, atëre sa po pam përfaqësues të qeverisë si të folën temi me optimizëm të kujdesshëm lidhur me rënjen e nivelit për 15 cm brenda një ore, tha kryetari i Bashkisë Fierit Armando Subash. Ndërkohë dy gjëra duam sqarojmë pasi jam me platorin këtu me ish-prefektin e Vlorës. Ju thatë në kronik që ka shfutur ujë në rrugën Fier Vlorë. Bëhet fjalë për rrugën e vjetër, e para dhe e dyta, për çfarë argjinature bëhet fjalë që është dëmtuar sipas teje? Po në fakt bëhet fjalë për rrugën e vjetër Fier Vlorë, ku uji ka vërshuar edhe në rrugën kryesore, ndërkohë sa i përket argjinaturës e cila ka pësuar qarje, është ajo pranë kanalit të Martinës, ndonse gjatë ditës së sotme forcat e emergjencave civile të ndihmuar në fakt edhe nga banorët të zonës vendosën thas me rër pranë kësaj argjinature, por më pas disa orësh patëm qarje të kësaj argjinature në fakt se të gjithë banorët të cilët janë evakuar, një pjesë e tyre janë akomoduar aty ku është caktuar nga Bashkia e Fierit pra në konviktin që përmenda pak më parë, por ka patur edhe personat të tjerë të cilët janë evakuar pranë familjarëve të tyre, kanë gjetur një strehim për deri në normalizimin e plot të kësaj situate. Nga ana tjetër kemi patur edhe personat të cilët janë treguar bashkëpunues dhe janë larguar nga banesat e tyre me ndihmën e emergjencave të forcave civile. Nga ana tjetër, po ditën e sotme kemi patur në fakt edhe një deklaratë të zëvendës kryeministres, njëherësh ministre e energjisë dhe infrastrukturës lidhur me situatën në këtë zonë dhe ju ftoj ta ndjekim. Ndodhemi në Ferras, në Bashkinë e Fierit. Jemi këtu së bashku me Ministrin e Mbrojtjes dhe Kryetarin e Bashkisë Fierit dhe të gjithë forcat e emergjencave civile dhe ato të forcave të armatosura. Është bërë evakuimi të gjithë banorëve nga zona e Ferrasit, të gjithë ato shtëpi që kanë pasur problematika dhe që uji ka qenë prezent, janë evakuar që të gjithë qytetarët. Bashkia e Fierit ka përgatitur një nga konviktet dhe është i gatshëm për t'i pritur të gjithë njerëzit që janë evakuar. Megjithatë, nga që kemi marrë vesh këtu në zonë, të gjithë kërkojnë të qëndrojnë afër banesave të tyre, kështu që kanë preferuar që të qëndrojnë në shtëpi të tjera të cilat nuk kanë prezencë të ujit. Megjithatë, duhet themi një fakt shumë të rëndësishëm, do ta thotë Ministri i Mbrojtjes, nuk ka pasur çarje të argjinaturës së Ferrasit. Thjesht niveli i ujit është më i lartë se vetë argjinatura, kështu që ka pasur hyrje të ujit në zonat e banuara, por jo çarje të argjinaturës